Gjykata e Tiranës lë në burg pa afate Nea Zyferin i arrestuar pasi dyshohet se ndihmoi në rrëmbimin e Eglant Koçit në 5 qershor në kryeqytet. Përballë gjykatës i riu mohoi të kishte dieni mbi ngjarjen apo të kishte ndihmuar në rrëmbimin e 34 vjeçarit. Unë punoj në lokalin Armand Shakajt si kamerier. Ditën që thot prokuroria e kam parë Eglantin kur ka hyrë në lokal, sepse e njoh, por nuk mund të them nëse është larguar nga aty. Atë ditë Armand Shakaj më ka thënë që të fikja dritat e lokalit për shkak se kishte për të nxjerrë një frigorifer. Unë i kam fikur dritat. Të nesërmen ai më ka thënë që të shkoj të laja makinën nga fundi i bulevardit të ri. Kam shkuar atje dhe më ka kapur policia. Prokuroria thotë se dyshohet që rrëmbimi ka ndodhur në lokalin e Armand Shakajt. Pamjet e kamerave të sigurisë tregojnë këtë të fundit pasi janë fikur drita të tërheq një qese të zezë duke e futur në makinë. Përmes lizave të telefonit ai rezulton se ka lëvizur me makinë në zonën e Dajtit e të Xibrit, ku janë ushtruar kontrolle nga policia për të gjetur gjurmë të 34 vjeçarit, por deri më tani pa rezultat.